ishte se Saliani në Elbasan filloi të trazoi pakura dhe i takoi të ky taquat e krimit dhe mund t'ia merrte Ramës. Është debat që kanë pas 10 herë më të. Nuk të vinë. Po heqem dorë nga morali politik. Ka pas dëshmuar edhe një herë Grida. Më takuan dhe i thash kryetarit Basha tha s'kemi punë me ta. Sepse e gjejnë këtë dyshë gjithmonë për të negociuar nuk e di, por ka një gjë. Kush mendon se ka pas Rama tezën të gjithë qytetarët bashkë për të mundur Berishën 2013. Por teza e kësaj opozite është lufta kundër krimit. E para punës nuk mund të heqësh dorë nga morali se opozita moralin ka. E dyta, kush mendon se krimi i ofrohet opozitës dhe qeverisë, ose është naiv, ose po bën lojën e krimit. Sepse ata në finale thjesht rrisin pazare, dhe sidomos me këtë lloj qeverie që bashkëpunon me ta, shkojnë tek Rama. Prandaj e bëra këtë parantezë për të thënë që unë nuk besoj kur që Saliani është naiv. Nuk besoj kur që Saliani po lufton sot kundër Sali Berishës, siç e bën në 2021 me Lulzim Bashën, se e provuan që pa ato janë hiq. Me amerikanët në krah, me Bashën në krah, të gjithë bashk, ky i mundi. Edhe me disa idiot të padobishëm, idiot dobishëm që i kanë krah, i mundi. Dhe do mund ka sot Saliani Berishën. Kush mendon që Saliani ka kundër Berishës? Nuk është real, nuk e ka kundër Berishës. Berisha ju duhet. Të gjithë ata që e donin të vdekur i vetëm politikisht, sot ju duhet se s'bën. Se kjo parti pak të njëri, siç po shikohet, me këta pazargjit të vegjël, qoftë idiot dobishëm, qoftë këta kalamaj që ju duke vetë disident, që bëjnë pazare, kjo parti kthehet si partia Tom Doshi kur të mos jeptoma. Prandaj kjo parti ka nevojë, aq kosa e ka Berishën, sepse mirë apo keq, shikoni Berisha nuk është as 80 vjeç, nuk është as 40 vjeç, nuk është as 50 vjeç, nuk është as i konsumuar, nuk është as i pa konsumuar. Nuk është as i fajshëm, nuk është as i pa fajshëm. Berisha është Berish. Çfarë dua të them me këtë? Është frym. Kjo parti është e lidhur me atë emër. Partia e Ibrahim Rrugovës ekziston sot në Kosovë edhe me varrin e tij sepse është frym. Kur një njeri kthehet misionar, pastaj e diskutojmë ti sa duash. Ajo parti shuhet në të qoftë sa ai do të shuhet, ose mbahet gjallë, pra aq kohë sa mund të mbahet edhe me varrin e tij duke e përdorur sa të mundësh, por nëse gjatë për një kohë të gjatë nuk del një lider tjetër pas tij, ajo është e destinuar të shuhet. Kjo parti është frym, nuk është parti. PD është lëvizje, nuk është parti. S'ka qenë kurr parti, ka qenë frym, ka qenë Berish. Është munduar të kthehet sa të duash, por prap kjo është e njëjta gjë që ka ndodhur dhe LDK-s. Shikoje ku ka përfunduar sot pas tij. Partia e pakonkurrueshme në Kosovë. Se ka pasur lider të brisht, ka pasur pazargji pas tij, dhe akoma matke 15, 17, 20% me varrin e Rrugovës. Pas vdekjes së Ibrahim Rrugovës, ata që e donin të gjallë, ata që luftuan edhe për ta vrarë fizikisht, shkojnë dhe përbetohen si për varrin e tij se mendojnë që ja marrin këtë lloj elektorati, sepse është i tij. Mos u habiti nesër nëse PD-ja do vazhdojë me këtë leadership kalamajsh. Me këta pazargjit vegjël. Në tartën pas disa vitesh, këta që dojen ta vrisin edhe fizikisht Sali Berishën të shkojnë ke varri i tij dhe të mundohen të joshin elektoratin e PD-s. E kanë bërë në Kosovë, e kemi rastin. E bëjnë ta, nuk kanë normë, nuk kanë fytyrë. Por këtu problemi nuk është zgjidhja, nuk është problemi